shkallakun. Mirë, Valon, më trego, e kemi edhe pyetjen tjetër, çka të kujton pranvera, ndoshta ta kujton Kosovën, ndoshta ta kujton Skënderaj, tregom çka të kujton më shumë diçka. Sinqerisht, si fëmijë, kur kam jetuar në Kosovë, fëmijë para luftës, ashtu kemi pas gjendje që kemi pas. Po. Po megjithatë kemi kujtime të mira, dhe të bukura, si pranvera mo. Si pranvera, po diçka se vjen pranvera, ndoshta edhe për mallohesh, ndoshta mërzitesh pak pse nuk je në Kosovë, diçka të kujton gjithmonë. Në fakt, me qenë se po bona tash pak i sinqert, kur ka vdek gjyshja, dhe në atë kohë ata emigruan në Finland, dhe kur ardhë sina e pranverës, mandej mu kujtu, e ndëgjova kështu disa zona, se kur kam jetu në qytet, kam jetu në qytet shumë Banesa, dhe Banesa ka qenë shumë afër qendrës, dhe kam dëgju shumë. Edhe pastaj mu kujtu diqysh, kam flajt në atë kohë, isha këto në gjumë, edhe kur ashtu i ndëgjova zonat, edhe mendova njëherë, jam në Skënderaj edhe u zgjova ashtu shpejt edhe. Ta kuptoj këto Ajo ka qenë një rast kur u pata mërzit pak. I tash mërzit edhe mu, sepse më kujtove edhe mu diçka të ngjajshme, kështu që mirë që jemi shëndet mirë. Mendova, sa u zgjova, tash edhe kam shku te gjyshja sani, po kur e dita se edhe nuk jam as qytet edhe nuk është as gjyshja. Aty ka qenë për mu pak e... Mirë, Valon, faleminderit shumë për ndysh Agnesa. Unë ndjeva ashtu, nuk e di, pak u emocionova syt me lot, nuk e di kamera s'po e kap, mirë që s'po e kap, sepse këtë kemi këto pak, unë e thash pranvera, din me të emocionu, me të bo pak më nostalgjik.